Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Në këtë ligjërat dhe në disa ligjërata vijuse do t'i trajtojmë çështje të rëndësishme që kanë të bëjnë me abdesin. Njeriu para se të falet, Allah azza wa jalla ka urdhëruar që të marrë abdes. Dhe këtë ka përmendur në surën Al-Maide, që ndryshe quhet ajeti i abdesit. Mirë po, së pari, është mirë me ditë se çka është abdesi dhe çështje, domethënë disa çështje më parapri aty në farzeve dhe suneteve të abdesit. Në arabisht abdesit i thonë wudu. Dhe fjala wudu është marrë prej folës ose prej fjalës arabe el-wada'a. El-wada'a e ka kuptimin e hijeshisë, shëndritjes, shkëlqimit. Domethënë kur diçka shëndrit edhe shkëlqen edhe ka një hijeshi, ajo quhet wada'a dhe fjala wudu pra abdesi është marrë prej kësaj. Për arsye se qysh ka ardhur në hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se besimtarët nesër në ditën e Kiametit ka më dallu prej të tjerëve, për arsye se fytyrat e tyre do të shëndrisin, do të shëndrisin. In ummati yatuna yawm al-qiyamati ghurran muhajjalin min athari al-wudu. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ummeti im nesër do të vjen në ditën e Kiametit, domethënë fytyra e tyre do të jetë e hijashme dhe e shëndritshme për arsye se ka marrë abdes në këtë dynja. Dhe domethënë kjo është ajo që quhet domethënë shëndritje e cila do të shpërfaqet në ditën e Kiametit, po edhe në këtë botë. Ai i cili merr abdes shpesh edhe falet shpesh edhe koncentrohet në namazin e tij, atëherë padyshim se fytyra e tij është fytyra e cila shëndrit. Abdesi përveç që është pastërti fizike, por është edhe pastërti shpirtërore. Dhe ka ardhur një hadith e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku në ta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë nuk ka ndonjë musliman i cili merr abdes, pastaj e shpërlan gojën dhe hunën, pastaj e lan fytyrën e tij, përveç se këtina njeriut i bin ato gjunahet të cilat i ka bë me fytyrën e tij, domethënë i bin gjunahet me ujin ose me atë pikën e fundit të ujit i cili rrjedh pra prej larjes së fytyrës. Edhe nuk merr abdes, edhe pastaj domethënë vazhdon e lan dorën, përveç se i bin gjinohet që i ka bërë me dorë, me pikën me ujin ose me pikën e fundit të ujit edhe kështu me radhë. Domethënë për çdo gjymtyr ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se kur e lan njeriu, atëherë kjo bëhet sebeb që njeriu të largohen të pastrohet për gjinoheve, që në kupton se është pastërti kuptimore ose është pastërti shpirtërore, pastërti për gjinoheve, po është në të njëjtin kohë është edhe pastërti fizike. Abdesi është ajo definicioni i abdesit është larja dhe fërkimi i pjesëve të caktuara me një caktum. Larja, domethënë gjymtyrëve të caktuara që do të vjen dhe po ashtu fërkimi mesho i gjymtyrës, domethënë i kokës në këtë ose mesteve, nëse njeriu i ka të mbatura mbestet me një të caktuar. Ky është abdesi. Do të përmendum në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka ardhur nga Uthmani radhiyallahu anhu, që konsiderohet për hadithe e bazë, dhe duke u nisur nga ky hadith e pejgamberit alayhis salam do të përmendëm edhe sunetet dhe edhe farzet e abdesit, të cilat janë të përmendur në këtë hadith. Janë disa hadithe në çdo kapitull që konsiderohen hadithe bazë. Pse konsiderohen hadithe bazë? Për arsye se kanë ardhur që e kanë përmbledhur filan ibadetin, i kanë përmbledhur shumicën e dispozitave që kanë të bëjnë me filan ibadetin, për shembull me namazin ose në këtë rast me abdesin. Dhe dietarët kanë përmendur se janë disa hadithe bazë të cilat e kanë përshkruar abdesin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mesin e këtyre është ky hadithi i Uthmanit radhiyallahu anhu, cilën transmeton Buhariu dhe Muslimi, po ashtu hadithi Abdullah ibn Zeidit, po ashtu edhe hadithi Abdullah ibn Abbasit, janë pra hadithe të cilat i kanë përmbledhur shumicën e dispozitave, pastaj ka hadithe të tjera të cilat i kanë plotësuar këto dispozita. Mirë, po këto konsiderohen hadithe bazë dhe dietarët në librat e tyre të ndryshme i përmendin zakonisht këto hadithe bazë, sikurse Abdul Ghani al-Maqdisi në Umdatul Ahkam që ka një bazë dispozitave dhe në Hajeri në Bulughul Maram e të tjera. Domethënë sidomos ato dietarët që i kanë përmbledhur hadithe që flasin për çështjet e fikut.
Po e përmendëm këtë hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot Ata ibn Yazidi transmeton se Humrani është ka qenë rob i liruar i Uthman ibn Affanit radhiyallahu anhu. Humrani ka treguar se e ka parë Uthman ibn Affanit se një herë thot da'a bi ina'in fa afragha ala kaffayhi ثلاث مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاثا إلى الكعبين ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. Ata ibn Yazidi transmeton se nga Humrani, i cili e përmendëm që është rob i liruar i Uthman ibn Affanit radhiyallahu anhu, se e ka parë një herë Uthman ibn Affanit radhiyallahu anhu, i cili kishte kërkuar që të sjellin një enë, me ujë për të marrë abdes në prezencën e të tjerëve. Më ka treguar atyre të tjerëve praktikisht se si merret abdesi. Këtu, domethënë në këtë pjesë mundëm me nxjerr ose mundëm me përfitu disa dobi. E para, se sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë kujdes me mësu fenë të tjerëve, dhe këta kanë konsideruar një prej veprave më të rëndësishme, dhe kjo tregon për vlerën e tyre. Domethënë në çështjet që sot shumica njerëzve konsiderojnë që janë çështje të thjeshta, sahabët e pejgamberit alayhis salam, Uthmani radhiyallahu anhu ka mundësi që në atë kohë ka qenë khalife. Domethënë po prapë se praktikisht i ka mësu abdesin, çu merret abdesi. Pra i ka mësu të tjerëve praktikisht se si merret abdesi, që do të thotë se janë kujdesur sahabët e pejgamberit alayhis salam që të tjerëve më mësu çështjet më parësore, më kryesore të fesë. Nuk janë marrë me çështje dytësore, me çështje të cilat sot e kësaj dite njerëzit ndryshëm për shembull mundohen me mësu disa gjëra të cilat kur ndoshta nuk kam hin punë, edhe ato kur nuk kam u pyeta ai person pe Allah azza wa jall për ato çështje, më shumë interesohet për ato, ndërsa çështjet e abdesit, çështjet e ibadetit të tij, domethënë nuk kujdeset për ta. Pra, sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë ata të cilët i ka mësuar gjërat kryesore sahabëve të tjerë ose tabeinëve në mesin e këtyre çish merret abdesi. Ktu ka përmend se domethënë e ka kërkuar nga dikush që t'ia sjell një enë. Dhe dietarët kanë marrë për kësaj pjese të hadithit të pejgamberit alayhis salam se nuk ka gjë të keqe që njeriu të kërkon për dikujna me shërby në çështjet e abdesit. Do të thonë se Uthmani radhiyallahu anhu ka kërkuar për tjerëve, dhe nuk ka gjë të keqe që dikush të kërkon që dikush t'ia sjell ndonjë enë ose t'i ndihmon në gjatë marrjes së abdesit. Bile përmendet se Mughira ibn Shu'ba ka ndihmuar pejgamberit alayhis salam në marrjen e abdesit. Pra, ka qenë praktik e asaj kohe edhe sahabëve, tabeinëve, dhe ne kanë konsideruar diçka si të madhe, diçka si problematike. Nuk e kanë konsideruar diçka të rrethur që dikush i afër ose në shok ose dikush me i shërbim në çështjet e abdesit. Fa afragha ala yadayhi ala kaffayhi thalatha mirarin. Para se me ardhë të kjo pjesë, domethënë Uthmani radhiyallahu anhu ju ka tregu tabeinëve edhe sahabëve të tjerë se si merret abdesti, domethënë ju ka tregu praktikisht. Që do të thotë se ana praktike është shpeshherë më e vlefshme, më e mirë, më efektive se sa ana teorike. Si kurse na që jemi të shpjeguar në anën teorike, mirë po ana praktike është më e mirë, për arsye se aty nuk ka vend për keq kuptim. Domethënë ai tjetri e sheh praktikisht se si merret abdesti, përderisa ndoshta ligjëruesi mundon që nga një herë me përdor fjalë që tjetri ose më s'me kuptu ose ndoshta nuk ka arritur me bë shpjegimin e mirë. Shpjegimi më i mirë po është në anën praktike. Thot Humrani thot fa afragha ala kaffayhi thalath mirarin. Këtu nuk ka ardhur në këtë hadith pejgamberi alayhis salam se me cilën dorë, domethënë e cilën dorë ka përdor Uthmani radhiyallahu anhu për të derdhur ujin i cili ka qendur në këtë enë. Se këtu ka ardhur fa afragha ala kaffayhi, ka derdhur për kësaj ene ujë në dy pëllëmbët e tij. Dhe i ka larë pastaj ato 3 herë.
pëllëmbët e tij. Domethënë ka la 3 herë. Nuk është përmendur këtë transmetim, mirë, po në disa transmetime është përmendur se e ka përdorur dorën e majt për të hedhur ujë prej, domethënë prej asaj ene, edhe pastaj ka hedhur në dorën e djathtë, pastaj edhe i ka bu bashkë edhe i ka larë 3 herë. I ka larë 3 herë. Këto është përmend se i ka larë 3 herë pëllëmbët e tij. Domethënë pëllëmb mas pari konsiderohet ajo, domethënë kjo pjesa prej gishtrinëve deri te kyçi i dorës. Që konsiderohet pëllëmba e dorës, është sunet i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që njeriu t'i lanë duart e tij para marrjes së abdesit ose në fillim të marrjes së abdesit 3 herë. Mirë po, larja e pëllëmbëve i ka disa gjendje. Unë më thonë se larja e pëllëmbëve është në disa gjendje. E para është gjendja kur njeriu zgjohet prej gjumit, edhe dyta kur është gjatë ditës, domethënë është i zgjuar dhe nuk është që, domethënë tash është i zgjuar. Sa i përket të parës, kur njeriu zgjohet prej gjumit dhe dëshiron me marr abdes, shkon në banjë dhe dëshiron me marr abdes, ose për shembull nuk ka ujë dhe përdor ndonjë enë dhe pastaj don me fut dorën aty, ka një hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se nuk lejohet që njeriu ta fut dorën në enë pa e shpërlar paraprakisht këtë dorë, domethënë pëllëmbët e tij 3 herë, sepse njeriu nuk e din se ku ka ndajtur dora e tij gjatë natës. Domethënë idha istayqadha ahadukum min manamihi fala yaghmis yadahu fi al-ina'i qabla an yaghsilaha 3 fa inna ahadakum la yadri ayna batat yaduhu. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur të zgjohet dikush për juve dhe atëherë mos ta fut dorën në enë pa e larë 3 herë, sepse ai nuk e din se ku ka ndajtur dora e tij. Dietarët sa i përket kësaj, domethënë larjes së dorës kur njeriu zgjohet prej gjumit, kanë 2 mendime, a është vajib apo është sunet. Një pjesë e madhe dietarëve thonë është sunet. Edhe pse këtu domethënë ka ardhur urdhresa që mos ta fut pa dorën në enë pa e larë. Pa e larë, domethënë këtu domethënë ka ardhur në mënyrë urdhërore. Por mirë, po këta dietarë kanë thënë se vetë fakti që fjala pejgamberit sallallahu alaihi wasallam fa inna ahadakum la yadri ayna batat yaduhu, dikush për juve nuk e din ku ka ndajtur, ku ka shkuar dora e tij gjatë natës, që është domethënë gjë dyshim, që kjo puna që është e dyshim, ka thonë e zbret atë farë urdhëresën prej diçka që ka është në formë të prerë që është obligim, e zbret në diçka që ka është mustahab. Mirë, po ka prej dietarëve që thonë që është vajib. Ka prej dietarëve që thonë që është vajib, sepse domethënë kanë thonë është urdhë i prerë. Prandaj njeriu nuk duhet me neglizhu, duhet me praktikuar gjithsesi këto, se edhe me ky mendimi që domethënë është vajib me la dorën kur njeriu zgjohet prej gjumit, me la dorën e tij, pëllëmbën e tij 3 herë, është kogja mendimi i fortë dhe ndoshta domethënë është më i favorizuar. Prandaj njeriu kur të ngritet prej gjumit duhet me la dorën e tij dhe dikush mund të thonë po në di ku më shkon dora. Shpesh herë ndodh që njeriu domethënë mos me ditë, ndonjëherë mundet me fut dorën e tij në prestët e avretit dhe me fut aty ku domethënë ka mundësi me pas ndytësi dhe pastaj dora me përmbajnë ndytësi. Për këtë arsye edhe është domethënë hadithi pejgamberit alayhis salam ku është udhëzuar njeriu që ta lanë pëllëmbët e tij para se me fut dorën në ujë. Pra kjo është një situatë ose është një gjendje. Gjendja e dytë është kur njeriu dëshiron me marr abdes dhe është në gjendje të zgjuar. Për shembull, para 5 minutave ka la durt. Edhe po do me marr abdes. Atëherë i themi se edhe në këtë rast i kemi 3 gjendje. Domethënë kjo gjendje e dytë i ka 3 nëngjendje. E para është kur njeriu e din sigurt që durt e tij janë të pastërta, nuk kanë ndonjë ndytësirë. Atëherë është sunet i pejgamberit alayhis salam mi la 3 herë, sikurse ka ardhur hadithi i pejgamberit alayhis salam. Do të thonë sepse larja e pëllëmbëve 3 herë është sunet për sunetëve të pejgamberit alayhis salam dhe ka ixhma në to nëse njeriu është në gjendjen e zgjuar. Dhe nëse pra njeriu e din sigurt që durt e tij janë të pastërta, atëherë është sunet me la durt e tij
para se mi la pjesët e tjera të abdesit. Mirë po gjendja e dytë është kur e din sigurt që durët e tina kanë diçka pendycirave, sikur se dikush e shkon në banjë dhe aty, domethënë durët e tina ka diçka pendycira, atëherë ka për obligim që t'i laj durët e tij, pëllëmbët e tij. Dhe e treta gjendja është kur ka dyshim, a i ka të pastërta apo jo. Atëherë themi, nëse ka dyshim, atëherë është mirë, është sunet e pejgamberit alayhis salam, përdesë nuk është i sigurt, është sunet prapë me i la durët, për arsye se është praktike e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mirë po nuk është obligative. Nuk është obligative me i la durët nëse është në dyshim se janë të pastërta apo janë të papastërta, për arsye se në sens durët i ka pas të pastërta, mirë po ka ardhur pastaj ai dyshimi se a janë të pastërta apo jo. Pra këtu janë tri gjendje në gjendjen e zgjuar. Sa i përket kujna, domethënë, sa i përket larjes së pëllëmbëve 3 herë. Pastaj ka thënë Humrani ose i cili ka pa Uthmanin radhiyallahu anhu, thotë thumma tamadmada wastanshaqa. Në disa transmetime wastanthara. Domethënë, pastaj ka bë madmada. Madmada, domethënë, është futja e ujit në gojë. Mirë po, në sens, madmada përmban jo vetëm që është futje e ujit në gojë. Mirë po, duhet të ketë edhe lëvizje të ujit. Për arsye se vetë fjalën arabisht e ka këtë kuptim. Të madmadatil hayyatu fi juhriha. Thatë, domethënë arab thonë është lëviz, ka lëviz gjarpri në vrimin e tij. Ka lëviz. Këtu është përdorur fjala madmada. Që do të thotë se nëse do të realizojmë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ashtu siç duhet, atëherë duhet që kur dëshiron me e fut me shpërlaj gojen, atëherë fillimisht e fut ujin në gojë, por edhe lëviz atë ujë. Mirë po, dietarët pastaj kanë mospajtime se vetëm kjo mjafton apo duhet gjithsesi me hudh atë ujë, se ka mundësi njeriu për në raste të ndryshme për shembull me fut ujin në gojë, pastaj me lëviz, pastaj me përbi, për arsye se është i etur gjatë verës ose për raste të ndryshme. Atëherë a kushtëzohet për me arrit sunetin e pejgamberit alayhis salam që me hudh ujin, disa prej dietarëve kanë kushtozuar, disa kanë thënë mjaftojmë vetëm me lëvizje. Sidoqoftë më e mira dhe praktika e pejgamberit alayhis salam është që e ka hudh atë ujë me të cilin e ka shpërlar gojën e tij. Pastaj kanë thënë wastanshaqa, në disa transmetime wastanthara. Janë dy veprime që kanë të bëjnë me hundën. Domethënë e para istinshaq është thithja e ujit nëpërmjet hundës. Thithja e ujit nëpërmjet hundës. Domethënë e fut ujin në hundë dhe e thith edhe çon lart. Dhe kjo është, domethënë, që ka ardhur në këtë hadith pejgamberit alayhis salam, më vonë do të përmendëm se a është vajib apo është sunet. Ka ardhur në disa transmetime wa baligh fil istinshaqi illa an takuna sa'ima. Dhe mundohu maksimalisht ta thithësh ujin përveç nëse je agjërueshëm. Kështu ka në hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, domethënë pe sunetit është që njeriu kur të thith ujin në hund, ta thith edhe ta çon deri atje në ato zgavrat e larta, sepse kështu ka porositë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj wastanthara edhe ka hudh atë ujë, domethënë e ka hudh atë ujë. Hudhja, domethënë ka përdor pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pastaj sahabët e kanë përdorur dorën e djathtë për me fut ujin në gojë. Dhe domethënë sunetit në disa transmetime ka ardhur që gjysmën me përdor për gojë, gjysmën për hund. Mirë po, domethënë fillimisht me dorë të djathtë. Ndërsa hudhjen që ta istinthar që i bën, hudhjen e ujit pe hundës, domethënë me dorën e majt. Cili është hukmi, cili është dispozita për shpërlarjen e gojës dhe të hundës gjatë abdesit. Shumica e dietarëve ka mendimin që është sunet. Nuk është vajib. Domethënë këtu hyn, domethënë Hanefit, Malikit, Shafit dhe në transmetimi Imam Ahmedit. Domethënë ka mendimin që është sunet. Një grup tjetër i dietarëve, sikurse që është një transmetim nga Imam Ahmedi dhe disa dietarë të tjerë, ka mendimin që është vajib. Ndërsa disa të tjerë ka mendimin që futja e ujit në hund është vajib, ndërsa në gojë është sunet. Domethënë këto janë 3 mendime. Secili prej këtyre dietarëve ka përdorur argumente
secili prej këtyre argumente, domethënë prej dietarëve ka përdorur argumente nga hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, mendimi më i saktë wallahu alem është mendimi që thotë që është sunet, të dyja janë sunet. Dhe duke u bazuar me domethënë në hadithe. Së pari, Allahu azza wa jall ka thënë në Kur'an ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum. O ju të cilët keni besuar, kur të ngriteni me fal namazin, atëherë lani fytyrat e juve. Këto është përdorur, domethënë fytyrë. Çka fjala fytyrë në gjuhën arabe i thon wajh. Wajh e ka ardhur prej al-muwajah. Al-muwajah domethënë përballje, sepse njeriu domethënë kur përballet me të tjerët, domethënë nëpërmjet fytyrës së tij në fillimisht. Pra çdo gjë çka është përballje në arabisht i thon muwajah. Edhe këtu ka ardhur fjala, domethënë edhe ajo përfitimi i fjalës wajh prej muwajah. Që do të thotë domethënë përballje me anën e jashtme. Çka i bën kjo? Kjo i bën se ana e jashtme konsiderohet wajh. Dietarët që kanë thonë që është sunet, kanë thonë ana e jashtme konsiderohet wajh, domethënë fytyrë. Ndërsa ana e brendshme nuk konsiderohet wajh, nuk konsiderohet fytyrë. Sepse vetë gjuha arabe ka një gjë të tillë. Domethënë e dikton një gjë të tillë. Domethënë ana e jashtme është fytyrë, ndërsa goja dhe hunda, sepse goja buzët po, unë më thon, sepse buzët gjithsesi duhet të lahen. Mirë po, goja nuk bën pjesë në ata që quhet domethënë përballje me njerëz, ana e jashtme që përballesh me njerëz. Këto kanë marrë domethënë prej këtij pjesës së ajetit kuranor. Po ashtu kanë thonë se është e saktë se në hadithet e pejgamberit alayhis salam është përshkruar abdesi i tij që ka marrë abdes dhe ka fut ujë në gojën edhe në hunë, që domethënë e ka shpërlar gojën edhe hunën. Mirë po, në shumicën e haditheve nuk ka ardhur një urdhër për shpërlarjen e gojës. Për hund ka ardhur baligh fil istinshaq. Mirë po kanë thonë këto hadithe, domethënë më pari kur është një praktik e vazhdueshme e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk bën kjo praktikë, nuk aludon kjo praktikë e vazhdueshme që ajo që përfitohet personi me kon vajib. Pse? Për arsye se kanë thonë me kon kështu, atëherë i bie që edhe larja e durrave në pllombe me kon vajib, se gjithmonë ka qenë praktikë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Askush prej dietarëve ka thonë që larja e durrave në gjendjen e zgjuar është vajib, është sunet. Po gjithmonë është përcjellur në hadithe. Prandaj vetë praktika e vazhdueshme e pejgamberit alayhis salam nuk do të thonë që ajo që ka përfituar personi është vajib. Ajo do të thonë është diçka e legjitimuar, e uzum, do të thonë që uzohet njeriu që të praktikojë ato, mirë po nuk kuptohet që një vepër e tillë është vajib. Kan thonë masanej është një hadith tjetër që është në Sunan e Abi Dawud edhe në Tirmidhi, që ka ardhur një beduin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe i ka thonë në sa abdesin ose të ngjashme, domethënë ka kërkuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që të mëson abdesin. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë atij beduinit tawadda kama amaraka Allah. Merr abdes që ka urdhëruar Allahu azza wa jall. Dhe në ajetin e abdesit është përmendur hunda edhe goja. Domethënë shpërlarja e hundës edhe gojës me ujë. Dhe kanë thonë këta dietarë, domethënë se ky është, domethënë këto janë argumente që dëshmojnë se shpërlarja e gojës edhe hundës, që quhen ndryshe madh edhe istinshaq edhe istinthar, këto janë të gjitha sunet. Dhe kjo është mendimi i shumicës së dietarëve, dhe për ato arsyet, argumentet e tyre, domethënë i përmendëm më herët. Tash sa i përket pjesës tjetër, ka thonë dhe i ka larë fytyrën e tij 3 herë. Uthmani radiallahu anhu ka larë fytyrën e tij 3 herë. Larja e fytyrës është farz për farzave të abdesit. Për arsye se Allah azza wa jall ka thonë ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. O ju të cilët keni besuar, kur të ngriten me për ma u falë, atëherë lani fytyrat e juve. Lani fytyrat e juve. Këtu ka ardhur lani. Është me rëndësi një detaj, që shumë njerëz nuk e kanë parasysh. Ka mesh edhe ka ghasl. Këtu ka thënë faghsilu. Ka dallim. Mesh është fërkim.
që do të vjen. Ndërsa gasel është larje. Çka është dallimi? Dallimi është se nuk mundet më realizu larja diçkait përveç se nëse ka një rrjedhë qoftë edhe të vogël të ujit. Një farderdhje rrjedhë të vogël qoftë edhe të vogël të ujit. Për këtë arsye disa njerëz gabojnë kur i japi mes për shembull fytyrës ose durve. Për shembull dhe marrin një dorë të lagër edhe me ashtu vetëm pak e përshkruajnë. Kjo nuk quhet gasel, nuk quhet larje. Kjo quhet mes, fërkim. Kjo quhet fërkim, me dorë të lagër me fërku. Sikurse që kemi për obligim që do të vjen, domethënë me jep mes kokës, me fërku kokën me dorë të lagër. Mirë po, për me arrit, domethënë tamam atë domethënë çka ardhën në ajet kuranor edhe në hadith pejgamberit alayhis salam thumma ghasala wajhahu çka ardhë edhe ka larë, atëherë duhet qoftë edhe një pjesë qoftë edhe një sasi e vogël që domethënë që do të jetë një farë rrjedhje. Sepse njëri në raste të caktuara mundet me pas pak ujë. Mirë po duhet bile ta ketë një rrjedhje të vogël të ujit në mënyrë që të konsiderohet që e ka realizuar larjen e fytyrës. Pra larja është kjo që përmendëm. Pastaj fytyra përmendëm që është vajib prej farzeve të abdesit, edhe ka ixhma të dietarëve që është prej farzeve të abdesit. Pastaj këto të fytyra kur kemi disa çështje me rëndësi që duhet mi trajtu. E para është ka konsiderohet fytyrë. Për cilën njeriu e ka, domethënë njeriu i cili e ka obligative me la fytyrën e tij. Cila janë ato far kufizime të fytyrës, çka quhet fytyrë. Sa përket gjatësisë edhe gjerësisë. Atëherë e kemi ato far kufit e fytyrës. Sa i përket gjatësisë, prej vendi ku dalin flokët deri tek nofullat dhe deri te mjekra. Domethënë deri te nofullat dhe te mjekra. Bile përmendin dietarë se njeriu nuk mundet me realizu larjen e fytyrës përveç se nëse e lan pakës një pjesë poshtë nufullës. Për arsye se njeriu nuk mundet me arrit larjen e mirë, larjen e vlefshme përveç se nëse pakës e merr. Sikurse që njeriu për shembull në gjatë Ramazanit nuk mundet me llogarit që ka xhiru atë ditë përveç se nëse përndon dielli, domethënë qoftë edhe një moment i shkurt, nuk ka më ditë. Ka fillu nata, sa një minutë, gjysmë minuti. Edhe në këtë rast, domethënë nëse e te kalan pakës këtë pjesë, atëherë konsiderohet që e ka la fytyrën e tij. Sa i përket kjo është sa i përket gjatësisë. Vendi ku dalin flokët. Po më parasysh ka njeriu flok apo nuk ka njeriu flok. Domethënë zakonisht ku dalin flok aty, pe aty hyt, pe aty vendi e ka për obligim me la fytyrën. Ndërsa sa i përket gjerësisë, atëherë pe veshit deri në vesh. Dhe tek njeriu i cili ka mjekër, atëherë duhet la gjithsesi edhe kjo pjesa e bardhë dhe mes të veshit dhe mjekrës. Kjo pjesa e bardhë në mes të veshit dhe mjekrës. Do thonë prej veshit në vesh, edhe këtu hyn kjo pjesa e bardhë e cila gjendet mes të veshit dhe mjekrës së atij i cili ka mjekër. Kjo është pra, do thonë fytyra. Sa përket fytyrës, pastaj në fytyrë ka mjekër. Ka njerëz që do thonë kush ka mjekër. Tash kjo mjekër është dy lloje. Është mjekër e rrallë dhe mjekër e dendur. Do thonë mjekër e rrallë apo mjekër e dendur. Tash sa i përket mjekrës së rrallë, kur dikush ka vetëm disa çime dhe aty shihet edhe lëkura, atëherë ka për obligim me la plotësisht edhe mjekrën, por edhe pjesën edhe lëkurën e tij. Për arsye se kjo është ajo me të cilën përballet edhe del përpara njerëzve. Ajo që përmendëm më herët që quhet wajh. Dhe nuk ka mundësi më realizu pra larja e fytyrës përveç se nëse lahet edhe mjekra e rrallë, por edhe lëkura që gjendet aty. Domethënë lëkura që shihet. Mirë, po nëse e ka mjekrën e dendur, mjekrën e shpesht, atëherë themi se ka për obligim vetëm me la atë pjesën e jashtme të mjekrës. Dhe dikush për shembull nëse ka mjekrën e gjatë, atëherë e lan edhe pjesën tjetër, domethënë edhe ato që shkon poshtë. Për arsye se edhe nëpërmjet sajna arrihet ajo përballje me njerëzit. Do të thonë përballet me njerëzit kur shkon takohet me njerëzve, ajo që ka del para njerëzve është edhe pjesa e mjekrës së tij, edhe nëse është e gjatë, atëherë obligohet vetëm me e la pjesën,
me la pjesën e jashtme, jo pjesën e brendshme. Jo pjesën e brendshme. Po ashtu edhe, domethënë, disa prej dietarëve kanë thënë se nëse ka vetullat shumë të domethënë trasha, atëherë vetëm pjesën e jashtme, nëse ka shumë të holla, atëherë i blan edhe pjesën e brendshme, e kështu me radhë. Domethënë kjo është sa i përket farzit të parë të abdesit e cila është larja e fytyrës. Larja e fytyrës, wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.